E kam të ftuar në kolonelin I cili është ndryshe të karatis, po ta shështen në koloner. Ka marrë gradën nga Ministria e Mbrojtjeve të Shqipërisë, është Orges Arifi. Orges, mirë se erdhe dhe është nëcimet pas çdo herë, edhe pse ka goxha një kohë që nuk të kam pas pjesë të pasdites. Faleminderit Vesmer, faleminderit Onear për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë të jem në studion juaj. Nga po e fillojmë. Po fillojmë pak me kampionatin evropian vitit kaluar. Vitin e kaluar shpalla në kampion Evropë për herë të dytë, domethënë ishte era e dytë që shpallëm në kampion Evropë. Mendoj që isha shumë afër të shpallëm kampion Evropë, po fati nuk e deshti. Kështu që tash po përgatitem për kampionatin evropian që ta përmesojmë rezultatin e vitit kaluar, pse jo të shpallëm kampion Evropë. Ka qenë një vit pak me sakrificat shumë të viti 2025. Viti 2025 ka qenë nga ana sportive një vit shumë e vështirë, pasi ishte edhe kampionati evropian, po ishte edhe kualifikimet për kampionat botëror. Dhe do fike patjetër ti je prezant në çdo Premier League, janë Premier League-at janë 4 në mbahen e vet, kështu që ishte një vit shumë I lodhshëm me shumë aktivitete, një luftë me shumë sfida, pasi kualifikimi për kampionat botëror ishte goxha I sfidues, gjithashtu kampionati evropian. Kështu që më thonë që viti 2025 ka qenë një ndër vitet më të lodhshme në karrierën time. Po ky vit çu ka filluar për ty? Këtë vetë që ende nuk kam filluar me aktivitete ndërkombëtare, pas 2 javë kem kampionatin e Shqipërisë. Kam qenë në janar, kam qenë në Premier League në Turqi. Premier Liga e parë e vitit, ishta dola e dytë në grup me 2 fitore dhe me një humbje. Po I bëra një paraqitje mjaft të mirë, ku në një luftë të parë posha një garus ishte I 5 në kampionatin botëror të fundit, gjithashtu një garus mjaft I mirë nga Azerbajxhani, I cili është kampion bote në U21. Të njëjtin e kom poshtë në gjysmë finale të kampionatit evropian. Kështu që më besoj që ka nisë mjaft mirë. E fitova ndoshta edhe kupën e Shqipërisë në karate. Po gjithashtu kupën e Shqipërisë, në Shqipëri kemi të rëndësishme 2 aktivitete, është kupa e Shqipërisë dhe kampionati I Shqipërisë. Pas 2 javë kemi kampionatin ku duhet të shpallëm kampion që të marr vizën për në kampionat evropian. Në Premier League në Rom do të marrësh pjesë? Nuk e besoj, pasi tash do të me fillu pak me kursy vetën pak ma shumë, pasi sfida kryesore për mua është kampionati evropian. Edhe nëse shkoj në Premier League në Rom, gjithashtu mas një muaj është në Premier League në Kinë. Kështu që nëse marr pjesë në 2 në to do të jem mjaft të lodhshme. Argën energji shumë. Energji edhe rrezikon lëndime tani. Lëndime, pak probleme, kam probleme peshën, nëse uli peshën 2-3 herë para evropianët është mjaft shumë. Kështu që më shumë jam të fokusuar për në kampionat evropian. Evropianin e kaluam medaljen e argjend. Kësaj radhe të artë të gjithë qysha, po? Shëfe, në kampionat evropian, çdo medalje është, si medalja e bronzë është, që më thonë, është një arritje mjaft e madhe për çdo sportist. Pas aty janë garus më të mirë të Evropës apo të botës. Unë them drejtën, do isha I kënaqur nëse këtë vetë fitoj edhe medalje të bronzë. Për unë është mjaft I kënaqur, mirë, po normal objektivi im është të shpallëm kampion e Evropë. Po nuk ndalim tek kampionati shtetëror I Kosovës, është mbajt me ekipit, ka marrë pjesë gjitha tek pjesa e ferma, gjitha medaljet janë të sigurume. Po. Dje ishte kampionati për senior I Kosovës. Unë jam edhe si trajner në një klub të Kosovës, klubin I Prishtinë. Dhe si klub u shpallëm klubi më I mirë në senior, pasi ishte për grup mosha të reja dhe për senior. Ne nuk u paraqitëm në grup mosha të reja, pasi na synimin e kemi vetëm të seniorët, paraqitëm me 3 garus, duke fituar 2 medalje të arit dhe 1 medalje të bronzë, domethënë jemi klubi më I mirë me medalje të arit në senior. Elmedina Isogo e mbrojti edhe në titullin e kampionës pas shumë vite, gjithashtu Qendresa Ibrahimi është një vesa fut seniore. Era e parë që po merr pjesë në kampionat për seniora, u shpall gjithashtu kampione.
Ares Mustafa edhe ai kishte mundësi të shpallet kampion, por duhet të kënaqet vetëm me medaljen e bronzit. Kështu që jemi mjaft të kënaqur edhe ç'më thon ka nisë vite shumë bërë. Kom pyetur edhe më herët po të pyes tash apo e ki problem të jesh edhe gratis edhe trener. Me thënë drejtën ju as shumë pasi unë jam edhe trajner, po edhe ushtroj bashkë, domethënë edhe shfrytëzoj edhe më ndihmojnë edhe si garus me kry përgatitjet aty. Asë në klub e kom garus më të mirë çka janë gjithë në nivel botëror, jemi dikon 90 seniora, përpos garusëve klubit ton ushtrojmë bashkë edhe me Fortesën edhe Vlera Qërimi, dy garusë për më të mira në botë, me thonë. Kështu që jënë dobishme edhe për mu si garus, pasi e shfrytëzoj si partner ose çka kam nevojë si garus. Du me të pyet në lidhje me një çmim e përmenda qysh fillim në kolonel për meritat sportive ke marrë nga Ministria e Brojtjeve të Shqipërisë. Realisht çka do të thotë kjo për ty? Me të vërtetë është një privilegj mjaft i madh për mua, është një nder shumë i madh të gradohem me titullin në kolonel në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë. Shqipëria ka Peçek kryetari i Komitetit Olimpik zotri Fidel Ylli ka ndryshuar, ka transformuar Komitetin Olimpik. Sportistët trajtohen shumë amisës që janë trajtuar përpara. Janë edhe ligjet shumë të mira dhe është me ligj nëse një sportist elitar që merr medalje evropiane apo botërore të gradohet me ndonjë nga titullet mbarë nga rezultati në Ministrinë e Mbrojtjes. Kjo për mua do të thotë shumë, edhe është një arritje personale për mua, një nder edhe një privilegj shumë i madh. Më duket se je sportist i katërt apo nga Kosova që ke marrë këtë je graduar me pas Distrijës, Norës dhe Majlingës. Pe karatisëve jem vetëm i pari, po janë graduar me edhe disa sportistë tjerë. Nuk e di cilat sporteve mundi të gabosh, apo janë gjithashtu janë edhe judistat, domethënë judistat që kemi është Majlinda, Distrija dhe Nora Gjakova. Cilat janë avantazhet kur graduosh si në kolonel? Po janë i merr ato benefitet si një kolonel në ushtrinë shqiptare, domethënë. Ato benefitet si financiare si këto janë të njëjta. A kam e pas në rast ndonjë lloj trajnimi me ushtarët e tjerë? Unë vetëm që kam ndonjë lloj trajningu, ndonjë kështu, po nuk jem të obliguar që të shkojmë çdo herë ose kështu, më shumë është grad nderi. Se di që në shumicën e shteteve të ndryshme e bojnë këto që marrin sportistët të ndryshëm të karates, judus, në një trening të përbashkët me forcat. Me forcat. Po nëse ka nevojë është si opsion, po deri tash nuk na ka rast. Çam ka rastis diçka shumë është interesante, e keni farlloj bashkëpunimi shumë të mirë me trenerin Driton Kuka. Çka të lidh me trenerin, edhe pse jeni dy sporte ndryshme, e di që sukseset në match që urohen për njëri tjetrin, por në rrjetet sociale me sa kam pa një bashkëpunim tepër i mirë mes. Driton Kuka është, më thon, si Driton Kuka na jem shumë e fat gjithë shqiptarët që kemi që spore që është shqiptar. Driton Kuka është trajneri më i mirë në botë. Edhe përpos që është trajneri më i mirë në botë, më thon të shqiptar Driton Kuka ka bërë mrekulli. Ka bërë ato që nuk besoj që ka më shumë me bën ndikush tjetër ndoshta edhe ku më ditë edhe sa vite. Unë me Dritonin bashkëpunoj shumë mirë, pasi është shumë bashkëpunues. Më thon që Dritonin edhe nuk i shfrytëzojnë edhe asa gjithë sportin nuk i shfrytëzon as sa duhet. Pasi Dritoni ka një ori që nuk i ka kërkosh, më thon beqëtarëve që hiç, por shumë pak njerëz edhe në botë, edhe shumë trajner të shtetet tjera kanë një ori sa ka Driton Kuka. Ne jemi me fat që e kemi Driton Kukën, edhe sa herë kum pas nevojë për ndonjë këshill ose për gjithmonë jam drejtuar te Driton Kuka, edhe gjithmonë ka qenë shumë bashkëpunues me mua. Pasi edhe pse jemi në sporte të ndryshme, ato jemi dy sporte luftarake, për afërsisht ato ciklet, atë luftën psiqike, ato gjitha e kemi të njëjta, përpos që ndallojnë nga ana teknike. Kështu që sa kum pas nevojë, jam drejtuar te Dritoni, edhe vlerësoj jashtëzakonisht shumë për mua, jo vetëm Dritoni, po edhe Majlina Kelmendi është më thon idol. Unë nuk e kum pas idol në garus të huj kampionat e botës karates, kështu ne kum pas Majlina Kelmendi, ne kum pas idol,
pasi që në një shtet vogël, kur s'kemë pas medalje, Majlinda ka qenë ajo e para që na ka treguar që edhe pe Kosovës më në memri Maja. Ka fitë kryesor. Ka fitë bun, Majlinda nuk përsëritet më. Jo vetëm Majlinda, po bashkë me Tonin na ka treguar që edhe pe Kosovës, pe një shtete që nuk kemi as kushte financiare, as kushte kurfar kushtes, më në memri Maja më të larta të botës. A vlerësohen sportist edhe trajner si Radon Kuka sa duhet në Kosovë? Menoj që jo. Ajo që ka bërë Radon Kuka me ekipin e tij nuk e ka asnjë sferë tjetër, nuk ka mujt me promovu mas pari Kosovën që e kanë promovu. Tash me kthye nga ana sportive për 3 cikle olimpike, me pas 5 medalje olimpike, 3 kampionë olimpike me 3 garusë ndryshme, se kjo është shumë domethënë, nuk për shembull mund të pas një garus mirë, me pas 2-3 medalje olimpike, po me pas 3 kampionë olimpike me 3 garusë ndryshme, 3 kategori ndryshme, të domethënë që këtë meritat i shkojnë drejton Kukës, Federatës Gjutës bashkë me Agron Kukën që është president, kështu që po flas edhe në sporte të tjera përgjithësi, edhe në karate ku je edhe tip pavarësisht e përfaqëson Shqipërinë, po jena një tek e fundit. Ke qenë Kosovë, por e flas në mënyrë kështu ma të përgjithshme vlerësimi sa është, se kur e shqojmë na për me shumë prej sportistëve të ri kur marrim, ose i pyesim, normal se cili ka më thonë e përmend tek e fund më shumë ja ka futbolli. Messi, Ronaldo ose hajde basketball LeBron James, Kobe Bryant apo dikush tjetër, por është puna që Ioni po hajde bëse kampionat evropian. Kampionat evropian është edhe në futboll edhe ky në karate. E njëjtë është. Me ta krahasu me sporte tjera, për shembull, më thonë që Majlinda Kelmendi është Cristiano Ronaldo ndoshta e futbollit. Pas Majlinda Kelmendi ka qenë nga Rusja përpos që ka qenë kampione olimpike, ka qenë 2 herë kampione bote. Shumë feshte evropiane, përpos këtyre gjithë medaljeve ka qenë edhe nuk jemi sigurt, po me sa e di 3-4 vite ka qenë pa humbje. Edhe ka qenë njëra ndër garuset më të mirë në të gjitha kategoritë. Edhe sporti judës është sport shumë masiv, domethënë është ka ndikim shumë të madh në shumë shtete. Për shembull investojnë shumë, është edhe Putini ka qenë i lidhur direkt me Federatën e Judës, me sa i kam informata. Sa e ka bë Putini me ngrit klamurë e Kosovës mes Rusisë. Po, edhe nuk e pe perspektivës tem që shumë menoj që nuk është i vlerësuar sa i meriton me qenë. Pasi unë jem shumë i sigurt që ekipi i Gjutës kryer me Drejton Kukën uroj që jo, po menoj që nuk kam u përsërit, kam qenë shumë e vështirë më përsërit. A ke refuzuar ndonjë shtet? Jo, me thon drejtën në karate. Ose ato këtu është vetë ofruar ndonjë shtet për të pas? Karate gjitha shtetet kanë mrej nivel shumë të lartë. Gjitha shtetet kanë garus shumë të mirë. Nuk kam pas nevojë më vetë ofru për shembull, pasi nuk kam qenë interesuar në momentin që kam lënë Kosovën, jam shku te Shqipëria. Edhe çush më thon s'ka pas nevojë, nuk kam pas ndonjë ofertë së kështu, edhe pse menoj që me cilësitë që kam kisha mujt çdo shtet të Evropës pa probleme me garu. Orges përveç Evropianit viti 2026 çka pret Orgesin? Sfida kryesore do jetë kampionati evropian, pra në muajin maj mbahet në Frankfurt të Gjermanisë. Pas kampionatit evropian sfida kryesore do jenë lojrat mesdhetare. Lojrat mesdhetare janë lojra shumë sportshme, domethënë marrin gjitha sportet pjesë. Ato lojra që do mbahen edhe në Prishtinë vitin 2030. Shpresojmë që do mbahen. Këtë vetë do mbahen në Itali, domethënë kam këto dy qëllime, kampionatin evropian, të fitojnë njërin nga 3 medaljet, shpresoj të artën. Ndërsa mos hajde në Kosovë. Bële bësha e gare se që dy finale domethënë për UP, 2 herë i argjent, edhe me shok kështu thesha më mirë si vjet më pyet apo do medaljen e argjent apo të bronz, kisha thonë bronz, se mos më bëhet rihumbjen evropian. Po pas evropianit qëllimi kryesor do jetë lojrat mesdhetare.